Nga ora 2:44 pas mesnate, të gjithë besimtarët musliman fillojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Besimtarët do t'i përgjigjen për 30 ditë me radhë ftesës së Allahut për të plotësuar këtë obligim fetar. Muaji i Ramazanit ka shumë vlera të mëdha që dallon nga muajt e tjerë. Një prej tyre dhe më i rëndësishëm është se po në këtë muaj të shenjtë filloi zbritja e librit hyjnor, Kuranit. Në mesazhin e tij me rastin e fillimit të muajit të agjerimit, kreu i BFI-së Sulejman Rexhepi tha se muaji i Ramazanit paraqit një mundësi të veçantë për t'u përgjigjur thirrjes së Allahut për agjerim, adhurim, bamirësi dhe solidaritet. Muaji i Ramazanit paraqet kënaqësi të veçantë dhe mundësi që me plot përkushtim t'i përgjigjemi thirrjes së Allahut për agjerim, adhurim, respekt dhe lexim të Kuranit famlar, ndërtim të vlerave morale, për bamirësi dhe humanitet, solidaritet dhe përkujdesje ndaj jetimëve. Ky është muaji i Kuranit, librit të shenjtë dhe të pavdekshëm, i cili është i shpallur nga Zoti për t'i udhëzuar njerëzit në besimin e vërtetë